Skena e teatrit Dodona mbrëmisht e rezervuar për studentën e vitit të 3 të regjisë Elhame Kutllofsi, e cila para profesorëve dhe publikut pjesëmarrës solli shfaqjen e titulluar Dezertore. Regjisorja Kutllofsi në këtë shfaqje provim të sajën, flet dhe jep mesazhe pa zë. Ndërmjet lojës skenike të 2 aktorëve Besfart Berberit në rolin e një ushtari që kishte ikur nga lufta, i fshehur në një podrum ku gjindej dhe një vajzë me kukullën e saj, rol ky i luajtur nga Ardiana Regjepe. Jeta e kufizuar në një hapësirë podrumit të 2 personazheve të 2 të fshehur nga realiteti i dhunës së jashtme luftës, sjellin një akt tjetër të dhunës, të dezertorit ndaj vajzës së trembur dhe të pafajshme. Shfaqja u mirëprit nga të praneshmit, të cilët për të vërën dhanë impresionet e tyre. Mendoj që është punu mirë, mendoj që në përgjithësi klasa e Elmazës, e në veçanti Elhame Kutllofsi, deri më tash që akon përcjell punën, ka po punë të mirë. Mendoj që kjo ishte një subjekt që është shumë i lidhur me neve, se pothuajse gjithëve në një farë formë ose tjetër na ka raqë që jemi nëpër këto podrumet të pritë se çka ka ndodhur jashtë. Mendoj që Elmazja, kjo Eli ose Elhamja ka kap një detaj shumë interesant, kur një vajzë shqiptare është mbyllur në një podrum edhe pret se çka po ndodh, ndërkohë që një dezertor i cili ka ikë në luftë i bjen mu taku. Tash imagjino se çka mund të ndodh kur takohet një vajzë shumë e pafajshme me një njerëz që ka ikur nga lufta. Edhe siç e pa në fund, ai e kreva ato të vetën dhe në fund iki. Ju ishit në rolin kryesor, si u ndit? Si çdo rol kryesor është i vështirë, sidomos që është shfaqje pa tekst. Ato që s'mundesh mi thonë me fjalët, duhet mi thonë me situatë, me trup. Shfaqja i ka ato emocionet e veta, ato dridhjet e veta, se apim rrin aktor, që atë punë që kena bërë, që 2 muaj det prova, kanë me mri që kanë me qu krejt dhe në fond, po besoj që gjithë shka shkoj mirë. A është dashur shumë angazhim për të mbaruar shfaqjen që dali sonte? Është dashur, ky rezultat është i 2 muaj prova. Natyrisht që derisa kena ardhur është dashur me bë gjetje ndryshme skenike, plus që është shfaqje pa tekst që nuk lejohet teksti, që fjalën me zëvendësu me veprimin e trupit. Ka qenë me vërtet një përvojë shumë interesante, për shkak se ndryshe është kur përjetohet diçka live, ndryshe është kur përjetohet përmes televizionit. Cila ishte pjesa që më shumë t'ju la mbresa? Pjesa që më ka la më shumë të përshtypje ka qenë ajo pjesa e fundit, ajo ka qenë më e mira. Kalum shumë mirë, jom pak e emocionume, po mirë. A pritet që shfaqja të ketë ka shumë sukses? Valla, po. Kena punu gati 3 muaj, jena lodh, po më në fund e arritëm ato që dashtëm. Kaluan për mrekullisht, e pak prekse sigurisht kur tash e vllahun duke luajtur në skenë, është sigurisht pak prekse sepse krejt kohën jenë emocion se si po shfaqet, po sigurisht edhe kënaqësi e madhe.